Personi që parashikoi revolucionin e inteligjencës artificiale tregon çfarë na pret pas vitit 2030. Në librin The Age of Spiritual Machine, 1999, shpiksi dhe futuristi Ray Kurzweil parashikoi se deri në vitet 2020 inteligjenca artificiale do të kryente shumicën e detyrave njerëzore. Deri në vitin 2029, thaj, makinat do të arrinin inteligjencën e nivelit njerëzor. Deri më tani rekordi i tij qëndron nga 147 parashikime që nga viti 1990 ai pretendon rreth 86 saktësi. Tani ai thot se vala e ardhme do të shkojë shumë përtej automatizmit. Deri në vitin 2032 ai pret përparime që mund të ngadalsojnë ose edhe të përmbysin plakjen. Në vitet 2030 ai parashikon që nanorobotët do të lidhin trurin ton me cloudin. Deri në vitin 2045 ai beson se njerëzimi do të arrijë singularitetin kur inteligjenca njerëzore dhe artificiale të bashkohen duke zgjeruar vetë dijen.